konsumi i energjisë elektrike rritet, prodhimi i thëngjillit bie. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar statistikat e energjisë për muajin tetor 2025, që përfshin të dhëna për prodhim dhe konsumin e thëngjillit, energjisë elektrike, si dhe importin dhe eksportin e energjisë. Sipas OSK-s, gjatë tetorit 2025, energjia elektrike bruto në dispozicion ishte rreth 617 gigawatt, ndërsa konsumi i energjisë elektrike arriti në 458 gigawatt apo 16.96% më shumë krahasuar me tetorin e vitit 2024. Pjesëmarrja e energjisë elektrike alternative në konsumin e përgjithshëm ishte 10.63%. Importi i energjisë elektrike në këtë muaj ishte 302 gigawatt, ndërsa eksporti 238 gigawatt, ku përfshihen edhe sasitë e transmisionit. Ndërkohë prodhimi i thëngjillit në tetor 2025 ishte rreth 616.000 ton, që paraqet rënje prej 14.77% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.